Bashkimi Evropian evidenton një sër problemesh lidhur me zgjedhjet e 11 majit që u mbajtën në Shqipëri. Duke i qëndruar konstatimeve të OSBE-Odirit në raportin paraprak të publikuar një ditë më parë në Tiranë. Kaja Kallas dhe Marta Kos, dy zyrtare të larta të BE-s, në një deklaratë përbashkët shprehen se për zgjedhjet e 11 majit pati raportime për presionin ndaj zgjedhësve, veçanërisht punonjësve të administratës publike, kërcënime, kushte të pabarabarta mes kandidatëve, ndërsa partia e qeverisë së kishte avantazhe duke shfrytzuar pushtetin. Në deklaratë vlerësohet fakti se për herë të parë votuesit jashtë vendit ushtruan të drejtën e votës përmes postës. Zgjedhjet në përgjithësi ishin konkurruese dhe të zhvilluara në mënyrë profesionale dhe kandidatët në përgjithësi ishin në gjendje të bënin fushat lirisht, megjithëse disa raportuan se u përballën me kërcënime, thuhet në deklaratë. Në këtë të fundit theksohet se sipas zgjedhjeve dhe përfundimeve paraprake të misionit vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-Odirit, zgjedhjet u menaxhuan përgjithsisht në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Dita e zgjedhjeve ishte e qetë dhe e organizuar mirë pavarësisht disa mangësive. Megjithatë, votimi u zhvillua në një mjedis shumë të polarizuar, në të cilin garuesit nuk gëzonin kushte të barabarta loje. Për shkak të përdorimit të gjerë të burimeve administrative dhe ndikimit institucional, mund të ndodhë që shumica e qeverisë së të ketë pasur avantazhin e të qenit në pushtet. U bën akuza të shumta për presion mbi votuesit, veçanërisht ndaj punonjësve publik, thuhet në deklaratën zyrtare të BE-s. Në vijim theksohet se përpjekjet e koordinuara për të hetuar dhe ndjekur penalisht krimet zgjedhore janë një zhvillim i mirëpritur, edhe ndjekja e tyre është e nevojshme për të adresuar shqetësime të vazhdueshme të keqpërdorimeve zgjedhore. Kallas dhe Kos theksojnë se pavarësia e medias vazhdon të jetë një problem, edhe mbulimi i saj zgjedhor ka vazhduar të japë rëndësi partive kryesore dhe transparenca e financimit fushatës gjithashtu mbeti e kufizuar. BE do të ndjek nga afër zhvillimet zgjedhore deri në certifikimin përfundimtar të rezultateve. Të gjitha forcat politike duhet të sigurojnë funksionimin e vazhdueshëm të institucioneve të vendit. Ne inkurajojmë Shqipërinë të vazhdojë të ndjekë të gjitha reformat e nevojshme për anëtarësimin e saj të ardhshëm në BE, duke përfshirë miratimin e një reforme të mëtejshme zgjedhore që adreson të gjitha rekomandimet kryesore të Odirit dhe ato që janë ende të paszgjedhura nga zgjedhjet e mëparshme. Procesi i integrimit të Shqipërisë në BE është një objektiv strategjik kombëtar dhe një projekt për të gjithë shoqërinë, i cili mbështetet fuqimisht nga qytetarët e Shqipërisë. Ne përsërisim thirrjen tonë për një dialog politik konstruktiv dhe gjithëpërfshirës, pasi të gjitha partitë politike të Shqipërisë dhe të gjithë sektorët e shoqërisë, nga organizatat e shoqërisë civile deri te komunitetet lokale, kanë një rol për të luajtur në avancimin e mëtejshëm të procesit të anëtarësimit të vendit në BE, thuhet në deklaratën e zyrtarëve të Bashkimit Evropian.